Për mua, që të ketë një seriozitet të madh çdo diskutim dhe analizë për zgjedhjet, është me interes të trajtohet se kë vendosi PS-ja pas kësaj traume hajdutësh, vjedhjesh gjigante të bashkisë, pas kësaj drame të madhe që i ka shkaktuar këtij kryeqyteti, pas këtij profili prej hajduti që nuk po di ku të futet Rama prej atij pa le populli, Rama s'po di ku të futet prej Veliat pa le populli, tani ky sjell mis vdekjen e Covidit me tenderat sekret të Ministrisë së Shëndetësisë dhe me firma të tjera, dhe pastaj me arsimin që vajti 81 vende sipas studimit të PISA-s Shqipëria poshtë, dhe me vrasjet në për shkolla dhe në për gjitha këto. Se çfarë do t'i shtojë kjo bashkisë, vetëm në qoftë se ky e ka vu se kjo është më e zonja se Erion Velia dhe nuk do kapet kur të bëj marifetet e Erionit. Ky është një trishtim shumë i madh. Ndërsa për zotin Qorri, ai është në profil të vet, ka të drejtën e vet të kandidojë, ashtu siç ka të drejtën e vet ai i pavaruri tjetër Gremi, që është një imprenditor serios, modest, është nga Elbasani, aq më mirë akoma. Me një familje qytetare, shumë të mirë, kështu që këto janë jetë, por të vësh Manastiliun, do të thotë, jo të mos e duash këtë popull, po ta urresh deri në vdekje. Deri në vdekje. Ajo të marrë vota, ti e di fabrikën e votave që ka Rama në xhep. Kështu që s'kan të dyshim. Që do të bileka që aty po që shkojnë në votime këta. Pasën më rozjedhët. Të nuk shkojnë e të gjenë një mënyrë të si do të betë, se këta e nuk shkojnë dhe pranën rezultatin pastaj. Me rezultat partijak dhe është më ndryshe, më i parashikueshëm rezultatit. Tani me këtë... Tashi nuk është i parashikueshëm rezultatit, ta dish. Është pritur jashtëzakonisht mirë ky djalë, është pritur mirë. Dakord. Nga segmentet të pa imagjinueshme që ta presin mirë. Pse Ramës i duhet pikrisht Manastiliu dhe jo dikush tjetër? Na shpjego këtë tani, ti pse kupton? Kjo e qeshur Ylli është një... do zbërthehet të popullin e një vjedhje të paparë. Dhe të popullin e vjedhje dhe... Një vjedhje të paparë. Pse pikrisht Manastiliu dhe jo dikush tjetër tani që është zgjedhur aty? Se ti di se gjenë sa gjëra shumë interesante, me thënë drejtën, në? E vërteta është që ai këtë e ka vënë nga sikleti. Samir që penguan... Do t'a djegi. Samir, fari vetë një sekund, Samir që penguan këta të pëdës që sillin e një pjesë e njerëzish në premisione, jam ratë shumë dhe njënë. Po pësëja ka 12 vjetë që ratë shon një deputet, një politikan, shon një minister. Pësëja ka mbyllur, mo? Pësëja njef ministra. Pësëja ka mbyllur, ma ja ku dela, i del vetëm aty, më shon mjekën e bardhe të gjitha, sa Ismail Qemali, tjetri, hajt. Edhe një pësëja në pushtetës nuk ka nevojë të bëj. Zoti Fari? Jo, ajo është i detyrim që të dalin ministrë. Se jemi në... Se do kemi dhe lidhje me Prishtinën dhe... Unë, dakord, unë mendoj që zgjedhja e saj e para ai nuk ka më atë stand ka ai, atë kulmet kërkon. Dhe kujdes dëgjoj. Po. Nikol. Po. Fal. Ai atë stand ka. Manastiliu, Kumbaro, që lexohet në ekran. Çfarë është? Kjo tjetra, ajo tjetra, ai tjetri, ai ka gjithsej. Preni topjen ato. Tani topin e basmave, ai merr 1 metër, ti merr 3 metra, po ai topësh, po ai stofësh. Kështu që ai s'ka ku të marrë, ai po atë model të marrë, por ka një shpresë që kjo mos haj dardha pas shpinës të këtij, siç s'ka ngrënë deri tani. Siç e ngri Veliu thotë? Siç e ngri. Ky ka besim te gratë tek ato. Se ai ka problem me gratë. Kupton edhe ai këtu e ka atë që kjo nuk do haj ato dhe ato pak lekë që do mbeten deri në kur të vinë zgjedhjet e vërteta, kjo të mos bëjnë ai maskaratë. Do të tela ti ç'mendon për Manastiliun dhe për ta thash edhe herën e kaluar. Domethënë Manastiliu ka qenë drejtuesja politike e qarkut Tiranës në zgjedhjet lokale, kështu që ishte afërmend kandidatja më potenciale për ta marrë. Edhe nëse nuk do zhvillohen zgjedhje, nuk do të zhvilloheshin zgjedhje, nuk do të zhvillohen zgjedhje, do ishte kandidate për zgjedhjet e 2027-s. Në një farë kuptimi, kryetari i Bashkisë Tiranës është pak a shumë, themi, pasardhës potencial i postin e kryeministrit për partinë qeverisë. Me këtë mënyrë, Edi Rama i ka vënë vizën, pra nuk ka më pasardhës. Pasardhësin e cakton ai se kush do jetë më tej në drejtim të Partisë Socialiste apo në postin e kryeministrit. A bilega, s'ka marrë me njeriu të quaj vetëm pasardhës po mol bashkë. Ja, tash jo ma. Ai e quajti pasardhës dhe si mbeti vetëm romani i Kadares pasardhësi. Pasardhës s'ka më. Politik që bë libër tjetër tani pa shumë. Jo, s'ka bërë.
Bota, se që ishte një bota? Jo, është botimi Montefiores. Jo, është botimi Montefiores. Botimi Jo, është Montefiores. angles. A, është botimi gjutë tjetër, në regu. Nuk shkruan më libra fare? Shkruaj, do shkruaj dhe një për ty. Shumë shpejt si ta ai Ngjela atëre. Mos sa e shkru për 24 orë, ju theti po është. Po. Tha mua, Baba do më. Ngjela, ishim bashkë, të tre. Mos ta se ta bëri librin aty, tha mbyllë, dojnë ta. Po. Mbyllë, tha se të Jo, po e pyti, tha, bëri librin. E bëllëmi. Po, të bëri librin, tha, e ha librin për 24 orë. Tani, Babilike? Ai mendoj që Manasiliu është mishërimi diellës së Ramës. Diellës, thotë, ja. Është një figurë, një robot që bën çfarë Se zvuri aty, apo buri atë aktorin? Dhe është ajo, pikërisht ajo që do Rama. Rama do që në bashkitë kryesore, Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Imar, të ketë njerëz të tillë, cilët flasin me gojën e tij, shkruajnë me gojën e tij, firmosin me dorën e tij po me emrin e vet, dhe ai bën gjithçka nëpërmjet tyre. Po kush guxon ton thot ndryshe? Po pra, velia që ishte Riku. Okej. Kështu që kjo është Manasiliu. Aty do jetë një version i diellës në Bashkinë e Tiranës, nëse do fitojmë. Do të thënë i bie konkubin elektronike quhet. Një muaj përpara, ne diskutonim se çfarë duhet bëjë dhe po bën Partia Demokratike përpara zgjedhjeve. Dhe nuk po nxirrte kandidat. Agron She e propozoi formulën e tij. E kishte propozuar që në gusht. Dhe po debatonim, duhet që të ketë Ishte për mua shumë e gabuar. Agron Shej i vinte supat kandidimit dhe të kandidonte aty. Jo të gjetë një njeri unë, përse jenë politik ti përse? Me talë menderen? Një pjesë mendon si Niko që duhet njëri politik, një pjesë tjetër mendon që s'duhet një njeri politik, duhet një njeri tjetër. Dhe kjo është si t'ja apo shkuj gomarit, ajo pyetja e famshme, ka vënd tash. Nuk mundet dot që mbasi këta e kanë zgjedhur ne t'i kthejmë prap diskutimit, do duhet ishte politika apo jo. Ky diskutim u bë përpara, ky diskutim ka përfunduar tash. Përgjigjet do t'i mbarim kur të bëhen zgjedhjet e Tiranës. Ishte e drejtë dhe e frytshme kjo që bëri Partia Demokratike dhe pjesa tjetër e opozitës, apo s'ishte e frytshme? Përgjigjet dalin mbrapa. Veprimi që ka bërë është ndryshe nga gjithë rutina e veprimeve që ka bërë në 35 vite. Ne do të shojmë të punë, e unë përsëri do t'ju thres ju. Po, dakord. Po të them një kuriozitet. Zoti Fari do t'a thres tu. Masi dali rezultati. Pasi dali rezultati për zgjedhjen inteligjente, dhe ne do shojmë. Ne kemi një rezultat. Dhe unë do them që ti ke drejt. Por unë kuptoj një gjë. Forcat politike në botën që jetojmë, lindin dhe janë Nikollë, që të kam thirrë për të folur, lindin dhe janë për të kandiduar. Dakor. Ne me kandidim e kemi të qartë. Ne kemi parë diferencë 20.000 vota, 30.000 vota, 60.000 vota mes kandidatit të Partisë Socialiste dhe atit të Partisë Demokratike. Tani do kemi mundësinë të shohim, do ri po ky rezultat apo do kemi rezultat tjetër. Këto përgjigje do marrim ne kur të bëhen zgjedhjet. Kur të bëhen, se ne nuk e dimë ende do bëhen zgjedhjet apo jo. Pavarësisht se Nikolla thotë vjetori e tjerë, duket e vështirë.